Që më shumë se 3 vjet në antikorrupsionin e Kosovës nuk ka asnjë të dhënë për Learta Hollajn, shefen e kabinetit të presidentes Vjosa Osmani. Kryekëshilltarja kryetares së shtetit nuk e ka deklaruar pasurinë për vitet 2023, 2024 dhe 2025. Vox Kosovës, agjencia për parandalimin e korrupsionit, i tha se Hollajn nuk e ka fare shtetësinë kosovare. Kjo ndon se mban një pozitë kaq të rëndësishme në presidencë. Agjencia për parandalimin e korrupsionit ju njofton se obligimi për deklarimin e pasurisë për personin zyrtar të apostrofuar përcaktohet shprehimisht në paragrafin 4 të nenit 4 të ligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave, i cili përcakton se zyrtarët e lartë të emëruar me vendim dhe që nuk posedojnë shtetësinë e Republikës së Kosovës nuk janë të obliguar për deklarim të pasurisë, thuhet në përgjigje. Herën e fundit kur Learta Hollaj është përgjigjur antikorrupsionit për asetet që posedon, ishte më 2022. Vox Kosova ka gjetur se ajo edhe atë vit fshehu pasurinë. Nuk deklaroi bizneset e familjes, rolin e saj dhe të ardhurat që merr nga aty. Në deklarimin e pasurisë që Amir Hollaj, babai i saj, bëri në Maltezi në po të njëjtin vit, del se ata posedojnë apartamente që i përdorin për hoteleri në Ulqin, e zotërojnë edhe kompani, nga të cilat marrin të ardhurat të majme. Hise në këto para ka edhe Learta Hollaj, por në antikorrupsionin e Kosovës ato nuk i deklaroi. Se kryekëshilltarja e presidentes Osmani përfiton nga bizneset familjare, e konfirmon edhe deklarimi i pasurisë së nënës së saj në Maltezi. Vox Kosova ka tentuar që edhe përmes presidencës edhe përmes kontaktit privat të marrë një shpjegim nga Learta Hollaj për këtë çështje, mirë po pritja më shumë se një javore nuk rezultoi me një përgjigje. Sipas ligjit në Kosovë për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave, secili subjekt deklarues është i obliguar që ta deklarojë pasurinë e cila është në emër të prindërve. Hollaj është një nga njerëzit më të besueshëm të presidentes Osmani. Pjesë e ekipit të saj ajo është që nga koha kur e para e shtetit mori pozitën e kryetares së kuvendit. Por në fund, rezulton se një nga figurat më të afërta të presidentes operon jashtë çdo evidence zyrtare të pasurisë, ndërsa mban një nga pozitat më të ndjeshme në shtet.